Manuali i menaxhimit të ankthit. Çdo shqiptar që vuan nga ankthi ja ku e ka eksperiencën jetësore të një shqiptare. Nuk po flasim për amerikanë, po flasim për një shqiptar. Mënyra si jemi rritur ne, traumat kolektive që kemi kaluar ne, metodat e prindërimit nga prindërit tanë. Eksperienca e një shqiptareje që e vuajti këtë gjë dhe u detyrua të studionte që të bëjë profesioniste në këtë fushë, që të shpëtonte veten dhe të ndihmonte edhe të tjerët. Dhe ky është një thesar, një perl. Manuali menaxhimit të ankthit. Është manual rrugë komplet, nga ajat e zhëja, çfarë të bësh ti të menaxhosh anktin. Edhe këtu kanë përfshirur edhe anktin. Te fëmijët, çfarë shkakton anktin, çfarë është ankthi mbi të gjitha. Ky shkollë, dua që ti të edukohesh, ta mësosh çfarë është ankthi, që mos të abuzojnë ty mentorët, psikologët, trajnerët aty jashtë, nuk e di ku do shkosh ti, apo farmacistët apo njerëzit që t'i japin medikamente. Jo, pse do abuzojnë njerëzit me ty? Pse duhet të lejosh ti të abuzojnë me ty? Ti ke ankth, nuk je i smur. Edukoje veten, emocionet e tua, si të reagosh në të gjitha fazat, si të ndihmosh fëmijën tënd që ka ankth, fëmijën tënd adoleshent. Ankthit e të rriturit, ankthi në shtatzani, pas lindjes, gjatë menopauzës, pas abortit, ankthit e meshkujt, ankthi social. Nga ndryshon ankthi nga ataku i panikut, si ta menaxhojmë anktin, si ta menaxhojmë atakun e panikut, të shkollë më vete më. Forca e vullnetit, si të guxojmë, t'i vëmë në punë ato që lexojmë këtu, edhe mbi të gjitha njerëz që ja dolën, shembuj konkret, e para jam unë. Pastaj janë dhe mira njerëz që i kam ndihmuar ndër vite.